Në ditën botërore të talasemisë, Instituti i Shëndetit Publik ka dhënë lajmin e mirë se numri i pacientëve të prekur nga kjo sëmundje kronike ka rënë. Specialisti i Institutit të Shëndetit Publik, Naum Sinani, bën me dije se në regjistrin kombëtar të pacientëve janë të regjistruar mbi 300 individ me këtë sëmundje, por mjekim marrin rreth 200. Sinani thekson se depistimi i hershëm mbetet thelbësor për parandalimin e rasteve të reja, pasi mbetet një sëmundje trashëguar genetikisht. Ata rekomandojnë që çdo person të kryejë analizat përkatëse, veçanërisht para krijimit familjes. Në zonat më të theksuara në Shqipëri janë zonat endemike siç është Lushnja, Berati, Gjirokasa dhe Saranda, pak më poshtë. Por ajo që vërehet në vitet e fundit është një rënje e rasteve të reja. Faktorët ndoshta që kanë ndikuar më shumë në rënje është ndërgjegjësimi i të rinjve apo i personave që kanë në familjen e tyre raste me talasemi dhe që janë konsultuar apo kanë kryer vizita, ekzaminime të mëtejshme tek mjekës specialist apo në qendrat përkatëse të talasemisë që janë në Shqipëri. Sot individët me talasemi jetojnë më gjatë dhe më mirë, ndaj dhe mjekët bëjnë thirrje për kujdes të shtuar të ushqimit dhe përfshirje në aktivitete fizike për një jetë cilësore. Sot cilësia e jetës së pacientëve me talasemi është rritur, mjaftueshëm, por kujdesi gjithmonë duhet të jetë në vëmendjen e kësaj kategorie, por edhe të sistemit tonë shëndetësor, të ushqehen shëndetshëm, të jetë sa më e pasur me fruta, me perime, me zarzavate. Talasemia është një sëmundje trashëguar e gjakut që kërkon ndjekje dhe trajtim të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës. Ajo prek popullatat e rajonit Mesdheut, lindjes së mesme, Azisë Juglindore dhe Afrikës.